hina kredi, jo, po prindi jam hini kredi, i ka moj 3 puna. 2 puna tjera plus punën e fitnessit, për më arrit me pagu kredin, qeron edhe shpenzime tjera. Zbo më dërzu asë njerë, në kurrë njët nuk e më dërzu, ku po shumë sfida, edhe unë e ku ma gjeru, edhe e më pregadit për gorë. Sa mund më shkuj vlera e pajisëve që i kishtë të vla, komplet fitness? Vlera ka kushtu dikon dhe 250.000 euro, sigur. Shte e vigla atje që ku morë 10.000 euro. Edhe ata që si kanë kushtet financiare, që kanë probleme shëndetësore, që ja rekomandon doktore, ata kanë krejt pa pagesë. Edhe jo veç fitnessin, edhe jo veç trajnerin, po edhe proteinat, edhe ujat, edhe çdo që është e nevojshme për mua, që morët për mi e kanë pa pagesë këtë. Përshëndetje Mistemi dhe shikues të shqiptar që krejnë nga ona Lindjes. Sot jena në Prishtinë, në lagjën kodra e trimeve, ose qysh njihet më saktësisht në Vranjevc. Sot kena me shku te Xhem Hajzeri, një djalë i cili në prill këtij muajit ket kampion i 3 fesht në building. E për më shumë detaje se sa ka hek Xhimi me orë deri këtu ku sot, hajde me neve na kallzon Xhimi vet. Kështu që hajde. Mirë, vashkëllet, mirë të. Me shnet? Mirë ka do zoti, me shnet mirë. Përgëzoj vërimet që e kampioni 3 fesht në prill. Faleminderit shumë vashkëllet. Amen e sholla, mi u e pete. Që Xhimonet një pak edhe personalisht, po njerëz që nuk njohin, kallzon çu ka nis Xhimi u me këtë punë dhe çu arriti deri te suksesi. Vallai deri te suksesi kon shumë një sfidë e madhe, po fol zotit, edhe punës për kushtimit, edhe angazhimit pa nolhesh, do më mban ndërprehjes që mor deri te suksesi ku jam sot. Xhem tregom çush lindi ideja që me nis më me building ose me fitness, më saktësisht. Me building mirë na qysh prej vitit 2010. Tani kam kalu, domethënë kam shku me studiun në Austri, edhe prej aty ka fillu gjithçka domethënë. Atje kam bërë praktik në Austri. Tani një kohë gjatë kam ushtruar në Austri. Tani pas një kohë jam kthyer në Kosovë, domethënë vitin 2016. E kena pas një fatkeqësi në atë kohë. Edhe domethënë pas asaj fatkeqësie që kam pas e kam humbur një vëlla, domethënë ka vdekur vëlla në vitin 2015. Faleminderit. Edhe pas asaj pjese domethënë vendosa që më kthyn në Kosovë, mos më idon print vetëm mund, domethënë se ndiqin vetëm pas vdekjes, e normal me pas një vdekje as shtron që kena pas në një gjalleri. Edhe vendosa më kthyn në Kosovë, me jetu në Kosovë. Edhe kom pak e vështirë më kthyn në Kosovë, domethënë se kom pizzera që thonë janë, pizzera për nërë zero. Edhe kur ktheva në Kosovë në 2016, në fillin 2016, e blejta një biznes për një shoku tem, domethënë kom pak më poshtë një 2 objekte. Fitness edhe? Po, kom fitness e thjeshtë, domethënë dikon 100 metra katror kom. Edhe hina kredi, jo, po prindi jam hini kredi. Edhe vazhdo ashtu, domethënë pe asoj kohë, pe fillim 2016 i ka moj 3 puna. 2 puna tjera plus punën e fitnessit. Po, për më arrit me pagu kredin, qeron edhe shpenzime tjera. Domethënë dikon 5 vjet kom punu veç me humbje që shtojnë, a kupton? Po në tjetër ka për më mbulu kënejna, ka për pjesën e fitnessit, edhe tash fol punës, angazhimit. Fol suksesi vet. Domethënë fol suksesi vet, po. Xhem ti tha vëlla që ke arrit me punu 3 puna, për me mblu shpenzimet e qeras. Po shumë e vërtetë është. Edhe për shpenzimet e familjes, gjanave normal përditshme që. Tregom Xhem sa ku në vështirë vëlla me punu 3 puna. Vëlla me thon drejt, ka shumë e vështirë, amo nuk kam një lodhje që shtojnë hiç asnjëherë. Se kur e dën suksesin, s'mo më dërzu asnjëherë, në kurrë njët nuk e më dërzu, ku po shumë sfida, shumë ngatresa, shumë ndërprerje, shumë zem, po kur se më dërvej, kur hiç asnjëherë. Kur më thonë që në ola sa dhe një? Hiç, kur. Tregom, së herë ke marrë pjesë në për kampionate? Për herë port kom marrë në vitin 2024 në pjesë në kampionat të Kosovës, domethënë, një ndër arsyet që s'kom marrë pjesë në tjera më herët, domethënë pjesë të gara vokon, se s'kam pas kohë se jam angazhuar në biznes, kom dosh me arrit domethënë punën tim, biznesin tim me çu përpara, edhe me arrit punën, me arrit biznesin, me arrit punën, kom pas angazhime familjare domethënë. Edhe që kjo kënë arsye që s'kom pas kohë, se për më pregadit për gorat dënë për kushtim shumë. Domethënë dënë kohë, dënë planet të ushqimit, dënë dieta me mojtë strikte, dënë me ushtrue, dënë me konë gjumin në regull, gjithçka dënë me konë e programume. Edhe atëherë s'kom pas shumë kohë, po tash e këna arrit, domethënë punën, suksesin, edhe për ata kom vazhdu me marrë pjesë në gara. Qëta që keni pas garat, nëse nuk a bëjnë prill? Po tash në 2025 ne kena pas me 12 prill po gara. Tregom çush ke arrit me mu stërvit gjatë kohës të Ramazanit. A e stërvit? Po, me të thonë drejt po, unë agjerej që shumë kom harru që Sovjet agjerej edhe
për më përgatit në muajin e shejt Ramazanit është shumë sfidë e madhe, se për shembull do të më hongër çdo 2 orë gjys ose 3 orë më shumë kur dash më përgatit për gora, edhe unë ku ma xheru, edhe jam përgatit për gora. Domethënë, kom pos shok dashami kolegë që më kanë thonë që s'bën me agjeru, domethënë njerëz garues që kanë marrë sonë, që kanë thonë se është e pamundur nëse ti agjeron s'ke më mujt me pas sukses, po unë asnjëherë kom besu në Zot edhe se kom prish kur asnjëherë pjesën e Ramazanit, kom agjeru, kom moj dietë, veç që kom kthy për shembull pjesën e ushqimit që kom pas mangur gjatë ditës, e kom kthy gjatë natës. Edhe kom zavendsu, edhe fal Zotit, jo veç unë jam përgatitur, kom dashur më përgatitur veç për një kupë të Kosovës, për domosdoshmë për kampionat të Kosovës, po më fal punës për kushtimet e normal që Zoti ndihmon kur i drejt. E kom marrë kupën e Kosovës, kupën mbar kombëtare, edhe fitness challenge, domosdoshmë 3 kupa në aprillit. Domethënë kampion 3 herë më në aprill. 3 herë kampion. Edhe kjo mendoj që erdh fal Zotit edhe për kushtimet, edhe domosdoshmë si më dorëzuhet çfarë kupton. Tregom çfarë gjësi është më kon kampion i trafisht. Wallahi shumë mirë, është mirë, është një sfidë e madhe normal, se janë ndafar procedura kush e din kush u përgatit për gora, jo me hungri, mos me hungri, tani s'ki drejt me pi ujë 24 orë hesh as një pikë ujë s'ki drejt me pi para se me don skin domongor, është një sfidë e madhe. Po 24 orë. Është pa ujë, plus ki me hungur shumë karbohidrate, domethënë ndërrez sana shumë edhe pa pi ujë. Domethënë ju e di se shumicën e ushqimeve keni të ndaluar. Po. Tregom çysh është ose çysh mundeni për shkak të hungur do vish do ushqime që janë caktuar. Po nëse fokusohesh domethënë edhe do të marrë një qëllim, mu kjo sfida domethënë për pjesën e këtyre gorave, do të drejt hesum ka or sfida ron. Se kum kalu shumë sfida më të rënda se kemu ka dhënë shumë lehtë. Edhe jam gjendje çdo herë sort ka gora domethënë më përgatit shumë lehtë kom edhe pse jam përgatit psikikisht, edhe kur përgatitet psikikisht e kanë çdo sfidë. Kështu që brenda 2 vjetëve unë jam 300 ditë në dietë, ndërsa më brenda 2 vjetëve. 300 ditë. Brenda 2 vjetëve. Po. Sa është lehtë kjo 300 ditë? 300 ditë. Vish me disa ushqime të caktuara. Për mua është shumë e lehtë, edhe shumë e bëj me kënaqësi apo kupton. Zemrës nuk ka bëj ti ka këtu produkte që i përdor proteina dhe proteinave? Po krejt i përdor. To i kam krejt normalisht pa proteina nuk mundesh marrit asnjë sen. Domethënë na shumica është tash shqiptarët tani olla proteina sa është mirë me pi, tregom sa është shtatshme proteina nëse ti e konsumon. Po ka njerëz që se dinë sa benefitet të mira sa i ka proteina dhe për ata folin adens amo proteina shumë e shëndetshme, nuk bën dëm as pak. Shumë pak e vizojmë lokalin ma nga ofër, po edhe masi shkona në katën e dytë. Po heq më stani ka. Zimi pas gjunën kisha vot 2 kat. Po. Të mujna më u prezantu edhe pjesën e këtu kupa të sene që dën. To janë çto. Sa ja do? Ero o beri chat thuin. Beri chat, fix. Beri chat. Do të thonë zem që thonë po që kjo është po çto ka marrë në Austri. Domethënë 2012-ën këto ka marrë fitness domethënë personal trainer në 2018-ën në Tiranë. Këtu e kam certifikatën domethënë licencën domethënë të Kosovës. Këtu janë kupa që i kam marrë këtu me rang këtu. Këtu jemi njohjet. Jo halal të kuzim. Po mirë. Shkojna do të më ndru raftin kismet. Do më ndru raftin. Se vit më shumë, ha? Po, më shumë. Shkojna ka 2? Kismet po, hajde. Hajde me neve. Këtu që janë pjesën e lokalit tonë. Po. Tregom çto më on sy. Po. A den marrë më desh ç'është njerëzve. Pak morëm ka orë se straj valloj, po kon puna që është që duft. Këtu je shkollë kampion? Po, kjo kon 2024 domethënë kur jam shkollë kampion. I Kosovës. Po. Edhe kjo kon kampion i Kosovës domethënë 2025-ën. Kjo është kampion bor kombëtar domethënë 2025-ën kjo. Okej. 3 fota me një kuptim. Me një kuptim. Po. Domethënë që to është kjo është pjesa e dytë. Koti 2 domethënë i fitnessit. Këtu më shumë ka building, poshtë është cardio, gjithashtu recepcioni. Po. A ki pajisë heq zem? Ka pajisë të mjaftueshme, po si shpesh edhe vet. Tregom sa pajisë a ki nisi fillim. Po, me të kallëzu shumë pak. Sa parësisht do ki mos? 5 pajisë. Sa i ki? Si di as vet. Se den as vet. Valloj se di. A kushton shtaj çdo pajisë fitnessi zem? Shumë. Janë shtrajta? Shumë. A ja vlen me post një biznes si buildingu si fitnessi? Po nëse e dën, ja vlen. Ja vlen. A mo është i kushtueshëm shumë. A ka shpenzime? Po shpenzime normal si ka. Sa shpenzimet që mundem me shku pavarësisht vetë hamel? Sa mundem me shku vlera ashtu në pajisjet që i ki qëto vëlla, komplet fitness? Pa, vlera ka kushtu dikon dhe offer 250.000 euro sigurt është atë. Veç domethënë pajisjet. Veç veglat. Veç veglat. Pa investim tjetër domethënë lokale sana, veç veglat. Se janë shumë shtrejta, se një vegël kushton për shembull peshynë 2500 euro, që kjo teknologjimi, që është linia e teknologjimit, e vazhdojnë tani edhe më për shembull çaja vegla atje që ko morësh 10.000 euro. 10.000 euro vegël. 10.000 euro një. Që ti jere 5 stacionsh.
5 stacion. Po, 10.000 euro është. 10.000 euro shkon. E tregom zim për shembull, nëse dikush ka qef marrë më shtu leximin. Po. Është shtrejt me orë dhe më shtu leximin. Nga çmimet janë të arsyeshme. Marrë di kom pas çmimet pak më të lira. Normal në atë kuhen, si të kallëzova që ku po shumë sfida, kena punu dhe pa pore. Në atë kuhen? Po. Fillim, kena punu dhe shumë dirë, po tash e kem pak dashmime pak më të larta, edhe jenë të arsyeshme, normal se... Ti më po si trajneri fitnessit, për shembull trajner personal. Po. Për shembull, sa i ki mujin? Unë për momentin e kam mujin 300 euro. 300 euro, okej. Në qasë shpim përfshihet plani ushqimor, plani proteinës dhe stërvitës dëherë me mu, domethënë, edhe antarësimi i fitnessit. Në qatë shpim përfshihet. E për shembull, sa parë më kish me hekun e ton ta killash e kon? S'ki shumë killash, ti për 2 muaj 3 mënesh me këshyra në Instagram temin, ishe ndryshimet që i kam për 2 muaj 3 që asë në vi. Për 2-3 muaj. Sigur. Do të thonë për 3 muaj bëjnë, do të thonë me 1.000 euro më marrë në vi. Jo, 1.000 euro s'mënesh. Se tani hina të do proteina, do sena, se shumë domethënë shumë është sport i shtrejt. Do të thonë shkon strekt, është sen. Ne po më dhimbën porët, ne po kamarak. Duhet. Ti çon ku mos porët, më mirë me qenë shëndet tonë. Unë i kom çu për shembull për një vjet, domethënë brenda 2 vjetë që kom ushtru, ka 1.200-300 euro çdo muaj. Që kjo ushtru? Me thonë dikoj në të ram, po jo që kom ushtru, po që shpenzimet e mia që kom ushtru, se kom ushtru vetën. Që kjo ushtru vetën? Po. E tregom, ata që kanë për shembull kanë qef marrë me ushtu të leximin, nëse thonë e kanë po intervistën të Arlida, e bën malir. Po gjithë. 100 euro kanë malir, fitije. 100 euro malir. Ata që dojnë marrë me ushtu të lexime, me pas tani arzimin e kanë 100 euro malir. Po sigurt e ki ata. Vet hazimi. Po jo vetë po e moj fjalën. Edhe diçka. Edhe ata që si kanë kushtet financiare, që kanë probleme shëndetësore, që ja rekomandon doktorë ose dikush që se trupi po mështetet se e bëj këtë punë shpesh, e din ata që e kom bërë për ta. Okej. Se vetë kom hek për marrë dhe këtu ku jam marrë, ata kanë krejt pa pagesë. Veç i qenë lindi, edhe jo veç fitnessin, edhe jo veç trajnerin, po edhe proteinat, edhe ujat, edhe çfarë do që të është e nevojshme për mua, që më për mie kanë pa pagesë këtë. Veç fjolla, ata dim ku jem. Ata që ja u rekomandon për shkakun që kanë bërë po devijime sana, okay, se jo më thonë ai po du më shku me rregullu trupin, se si kam kushtet, ato nuk i marr parasysh. Vetëm ata që kanë çështje më shkurt nevojshme. Që duro. Po, kush e sheh, e kom thonë edhe më herët edhe po them prap, edhe bëj edhe e kom bë. Halal qoftë. Zeman apo Allah s'të kanë marr kurrë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Pandeshëm që na ke prit pas fare. Ju kom prit me kënaqësi se kom posë të tjera intervista me plot njerëz, po si kom pranuar, po them drejt se din ata të tjerë. Po me ty, për ty kam shumë respekt. Edhe me për ty. E kështu që faleminderit shumë me ju. Faleminderit shumë për teje. Faleminderit. Respekte. Ciao ciao.